Tashmë je në Universitetin e Cambridge, bën punë kërkuese aty. Cilat janë ato vështirësitë me cilat je përballur, por që tashmë janë të tejkaluara? E para ishte gjuha. Studiova frëngjisht në shkollë, edhe mu desh një punë e fortë që ta mësoja gjuhën në një periudhë të shkurtër. Edhe nuk më vjen turp, domethënë që të them që ana ekonomike, si për shumë shqiptar, ishte diçka e vështirë. Isha në muajt e parë që kisha arritur në Skoci, edhe bënte shumë ftohtë. Kisha një palë këpuc që ishin vjeshtore, edhe mendoj që ishte rreth periudha e nëntorit. Nga që nuk kisha ku të shkoja, para se dhja për takimin, ble një bilet autobusi që të udhtoja rreth autobusit. Mirë po këmbët më mbërdhinin shumë. Edhe kisha një shall, ngjyrë lejla, hoqa këpucët edhe mbështolla këmbët që t'i ngroja. Edhe lotët po më binin.